Dy gëzime në një ditë solli 11 tetori 2025 së pari, 27 vjetorin e lindjes së televizionit Sot 7 dhe së dyti fitoren e kombëtares shqiptare përballa asaj të Serbisë. Të mbledhur për të festuar si staf në një nga lokalet e Pogradecit dhe njëkohësisht për të parë edhe këtë duel sfidant të futbollit ballkanik, nata e 11 tetorit vijoi përmes shumë emocionesh. Jo pa krenari dhe ovacione, kaloi dhe goli fitores i shënuar për Shqipërinë nga futbollisti Rejmanaj, mes kënaqësisë që të falin lojtarët e kombëtares son në një lojë fantastike futbolli dhe urimeve për ditëlindje të tjera festive për televizionin Sot 7 në jetë gjatësi, kaloi ky 11 tetor që solli dy gëzime në një ditë të vetme. Kësaj atmosfere të bukur i dhan edhe më shumë sharm krenarie parada e makinave të dekoruara me flamurin ton kombëtar, të cilat përmes borive të tyre në rrugët e Pogradecit gëzonin fitoren e kombëtares përballë Serbisë.